Jën gjatjeta të nderuar shqiptar kudo që jeni dhe nga kudo që po më përcjellni. E shoh se ka ardhur koha që të flas për një problem serioz, ndër më seriozët në shoqërinë tonë. Dhe atë me tonin që duhet të flas dhe me insistimin që e kërkon nevoja. Natyrisht, në lidhje me politikën e brendshme të Kosovës, në lidhje me politikën shqiptare dhe në lidhje me shqiptarët si shoqëri në përgjithësi. Natyrisht e sigurisht, për të përshkruar sakt, ashtu siç e kërkon nevoja, që të përshkruhet gjendja e rëndë në të cilën kanë rënë shqiptarët. Dhe për t'ju treguar shqiptarëve, kudo që janë në përbot, se ku kemi rënë, pse kemi rënë, fajtori kryesor që kanë ndikuar në këtë rënje dhe për ta pyetur vetveten dhe juve së bashku me mua, se a thua, a ka shansa ma që të riparohet ky gabim kardinal, apo ndoshta është bërë tepër vonë. Jemi para momenteve historike, ku duhet të ngritet zëri dhe të ngriten zëra të fuqishëm për të bërë thirrje për ndryshimet e nevojshme ndër shqiptarët. Këto ndryshime kur nuk mund t'i bëj politika si e vetme. Edhe nëse ta zëm në Kosovë, i fiton zgjedhjet dhe të gjitha uljet në parlamentin e Kosovës. Edhe nëse 100 ulset në parlamentin e Kosovës i takojnë vetëm një partije. Edhe nëse kjo parti i merr të gjitha institucionet e vendit nën kontrollin e saj. Edhe nëse, mos thash zoti, Kosovën e shndrojnë në një shtet një partijak. Kosova nuk mund të udhhiqet ma në mënyrën se siç është vepruar nga menjëherë pas lufta e fundit. Dhe nëse tani nuk lëvizet, nëse tani nuk ngritet zëri, Kosova nuk mund të jetë ajo për të cilën është derdhur kaq shumë gjak dhe për të cilën kanë sakrifikuar breza dhe gjenerata të tëra. Se përse është fjala, do të mundohem ta shpjegoj në minutat në vazhdim. Por, e them që në fillim, se sonte këto nuk do të dëgjoni një analizë të rëndomt në raport me spektrin politik kosovar dhe shqiptar. As nuk do të lavdëroj një krah e as nuk do të kritikoj krahun tjetër. Sonte, për dallim nga videot e kaluara, do të dëgjoni një akuzë të rëndë, jo ndaj politikës, por ndaj heshtjes son kolektive, e cila ka lejuar që gjendja të vije deri në këto nivele kaq të ulta. Ky vend, miq, nuk po dështon dhe nuk do të rënohet nga armiqt e jashtëm, por do të dështoj nga mungesa e mendjes intelektuale që do të duhej të ishte bashkëpjesëmarrëse në udhëheqjen politike të vendit dhe me patjetër të ishte pjesë integrale e proceseve të ndryshme shoqërore ndër shqiptarët. E ardhmja jonë, sado që varet nga kush i fiton zgjedhjet, edhe 3 herë më shumë, ndoshta edhe 30 herë më shumë, varet nga kush guxon ta thotë të vërtetën dhe që insiston ta zavendësoj të gabuashmen me të drejtën dhe të duhurën. Dhe e duhura, e drejta, e vërteta, e domosdoshmja është kyçja e elitës intelektuale shqiptare, sidomos në proceset politike të Kosovës dhe andej në Shqipëri dhe gjithandej në hapësiren shqiptare. Prandaj,
të nderuar, mos kërkoni fajtorin vetëm në politikë, sepse heshtja e elitës intelektuale ndër shqiptarët është bashkëfajtoria, nëse jo kryesorja, e gjendjes ku kemi rënë si shoqëri. Nëse kjo shoqëri ka rënë, nuk është sepse kemi një politik siç është sot, por sepse nuk kemi pas krahas kësaj guximin që ta themi se është koha më se e domosdoshme e kyçjes në të gjitha sferat e fillimisht në sferën politike të klasës intelektuale shqiptare. Sonte këto, do të them pa asnjë kompromis, problemi ynë më i madh nuk është pushteti dhe politikat e gabueshme, por është heshtja e mendimit intelektual, heshtja kjo që po e gërryen nga brenda shtetin ton dhe po e dëmton kaq shumë shoqërinë ton si popull shqiptar. Do të flas pra dhe duhet edhe të tjerët që të flasin me zë të lartë dhe të fuqishëm për mungesën ton intelektuale në shoqërinë ton, mungesën e mendjes që do të duhej të udhëhiqte krahas klasës politike, sepse një popull kur nuk bie pse varfrohet ekonomikisht, por para së gjithash bie atëherë kur intelektualet e atij populli heshtin. Andaj ne nuk kemi krizë vetëm politike, por kemi krizë të qëndrimeve, kemi krizë të guximit e më së shumti kemi krizë të prezencës së mendimit intelektual në rrafshet politike dhe shoqërore në përgjithësi. Sonte këto, nuk dua të pyes se çfarë janë elitat intelektuale, por dua të shtroj çështjen pse lejuam si shoqëri që të dështojmë kaq dhimbshëm në mungesë të aktivizimit të duhur të elitave intelektuale. A nuk i pam këto gjëra? Apo klasa intelektuale ishte strukur dhe e akomoduar, e sistemuar mirë në atë pozit që vetë ndjehej e akomoduar dhe rahat dhe fare pak i interesante shkuarja të poshtë e shoqërisë dhe e shtetit ton, shtetit të Kosovës. Do me thonë miq, pyetja kryesore këto nuk është a kemi elit dhe kush janë elitat, por është pyetja tjetër, a thua, a do të zgjohet ajo para se të jetë tepër vonë, nëse nuk është bërë tepër vonë. Shikuar në histori, në historinë e qytetërimeve të ndryshme që ka pas njerëzimi, përparimi i shoqërive të ndryshme nuk ka qenë kur produkt i rastësisë e as vetëm produkt i punës së vetëm elitave politike, por ka qenë rezultat i ndërveprimit midis strukturave materiale, politike dhe të vetëdijes intelektuale të atyre popujve të prosperuar. Në këtë kuadër, mendoj dhe konstatoj me bindje se elitat intelektuale tek ato kombe kanë luajtur një rol vendimtar si bartëse e ideve, si katalizator të ndryshimeve dhe si arkitekt të projekteve shoqërore afatgjata. Në shoqërit pra që fati i shteteve, fati i kombeve nuk është lënë vetëm në dorën e politikës. Sepse elitat intelektuale janë ato forca që depërtojnë përtej sipërfaqes së realitetit,
natyrisht duke sfiduar status quo dhe duke hapur horizonte të reja në për shoqërit e tyre. Së këndejmi them, miq, se intelektuali, si një bereqet, si një mirësi, si një nimet i një kombi, nuk është vetëm ai që di shumë, por ai i cili vepron në mënyrë të duhur, në kohën e duhur, duke guxuar të thot të vërtetën edhe atëherë, kur të tjerët zguxojnë, apo kur të tjerët heshtin. Elita intelektuale, fjala elit, nuk është titull që fitohet në shkolla dhe akademi të ndryshme, por para së gjithash është përgjegjësi morale dhe historike që të veproj në mënyrë të duhur në kohë të duhur dhe që të ngrit zërin atëherë kur është momenti më delikat dhe më së i nevojshëm për lëvizjen e elitave intelektuale. Një shoqëri pa këtë elit intelektuale është si një trup patrum që lëviz, por nuk e di se në çfarë drejtimi është duke shkuar. Shikuar në për libra, sidomos të sociologjisë që i prekin këto tema, shohim tazëm Antonio Gramscin kur thot se intelektualet nuk janë thjesht individ që prodhojnë dije, por janë aktor që ndërtojnë një hegemoni shoqërore. Pra idet intelektuale që depërtojnë në shoqëri, trajtohen në shoqëri, diskutohet rreth tyre në shoqëri dhe që bëhen strumullar rreth të cilave lëvizin proceset historike të shoqërive. Ky e bën një dallim midis intelektualve tradicional dhe intelektualve organik. Për këta të fundit thot se janë ata që lidhen drejt për drejt me strukturat sociale dhe ekonomike dhe luajnë rol aktiv në transformimin e tyre në për shoqërit ku jetojnë. Pikërisht që ta, të nderuar, miq, përcjellës të mi këto, pikërisht që kjo pjesa e dytë, që kjo intelektualet organik, i mungojnë shoqërisë sonë, apo nëse janë diku, janë të strukur dhe të tërhequr nga ballafaqimi me të keqen, me të ligat, me të padrejtat që i ka kapluar shoqërinë tonë. Në anën tjetër, Max Weber, e keni dëgjuar këtë emër, ky thot se elitat intelektuale janë pjesa që merret me racionalizimin e shoqërisë, ku autoriteti buron jo më nga tradita dhe lidhjet familjare dhe shoqërore brenda politikës, por nga racionaliteti që përhapet në shoqëri dhe nga kompetencat e duhura të elitave intelektuale në për ato shoqëri. Thjesht, intelektualet, këta, organikët që i nevojitën shoqëri sonë në Kosovë, janë ata që sfidojnë paradigmat ekzistuese si që janë, që ofrojnë vizione për drejtime të duhura, që formosojnë inteligjencën dhe ndërgjegjen kolektive dhe që lidhin dijen me politikën dhe shoqërinë. Prandaj, në hyrje të kësaj video e thash se është e pamundur që një parti politike, edhe nëse është e vetme, edhe nëse është me 100 mandate, edhe nëse këtë gjitha institucionet i ka në duar, nuk mund të bëj një shoqëri të prosperuar. Nuk mund të ecë Kosovën përpara nëse
intelektualet e këtij vendi hidhen matan, nuk dëgjohet zori I tyre, nuk lejohen të jenë aktiv në jetën shoqërore dhe në jetën politike. Në historinë e çdo populli që është ngritur, gjithmonë ka qenë një klasë që ka menduar edhe për te ditës kur kanë jetuar dhe një klasë tjetër që ka jetuar vetëm për sot, që ka kshyrë interesat e grupimeve të caktuara politike dhe që ka vepruar sipas interesave të liderëve të partive politike të atij vendi. Elitat intelektuale nuk janë luks akademik siç mendojnë disa, por janë kusht ekzistence për shtetin, andaj me patjetër do të jenë pjesëmarrëse në proceset sidomos politike të shtetit. Problemi ynë këto si shoqëri miq, nuk është se ne nuk kemi intelektual. Kemi, I hasim kudo, të pi kafe, në për emisionet të ndryshme, në për shkrime e libra të ndryshme, por problemi është që ata nuk janë aty ku duhet të jenë. Ne kemi profesor por pa ndikim, ne kemi analist por jo gjithmonë dhe jo të gjithë të guximshëm. Kemi akademik pa zë publik, kemi elita por të heshtura dhe të rahatuara dhe akomoduara në për ambiente të ndryshme. Prandaj është koha që elita intelektuale shqiptare tek ne në Kosovë dhe në hapësiren shqiptare gjithandej, do të del jashtë librave, do të del jashtë bibliotekave dhe jashtë ambienteve të tyre dhe të jenë të kyçur pjesëmarrës në proceset vendimtare politike me të cilat tani për tani është duke u ballafaquar Kosova dhe shoqëria shqiptare në përgjithësi. Edhe ne, të cilët pretendojmë se I kemi lexuar 2 libra 3, do të jemi pjesë e kësaj elite intelektuale për të cilën po flas dhe kemi përgjegjësi sepse kemi zgjedhur në vend të kësaj komoditetin dhe mënyrën më të lehtë për të bashkëvepruar dhe bashkëbiseduar me të tjerët. Nëse elitës shqiptare, intelektuale, nuk I jepet mundësia, nuk ftohet që të jetë bashkëpjesëmarrëse në politikë dhe në rrjedhat shoqërore, elita shqiptare intelektuale duhet që të komunikojnë ndërvete dhe të gjejë mënyrën që të interferoj dhe të kyçet në të gjitha ato procese që sot kaq shumë ju nevojiten shqiptarëve. Shumë herë sigurisht më keni dëgjuar teksa e përmendim metaforën të thehen akullnajat e jetës. Me këtë metafor kam nënkuptuar dhe nënkuptoj të I kalimin e strukturave të ngurta, të ngurtësuara që pengojnë zhvillimin e jetës. Këto struktura mund të jenë të ndryshme: dogma, tazami kulturore, autoritarizëm politik, presione institucionale, munges e mendimit kritik, por pa marrë parasysh se si definohet, pa marrë parasysh se si mund të jetë, sërish po them, as një politik, as një parti politike në Kosovë nuk mund të bëj më shumë se që është bërë, mund të bëj ndoshta edhe më keq se që është bërë keq, nëse nuk I ofron emrat intelektual, që kanë bagazh intelektual, që kanë peshë dhe bagazh njohurish, në përmes së cilave do të mund t'i kontribonin politikës së vendit dhe nga ndej shoqërisë në përgjithësi. Intelektualet
kanë për obligim që t'i thyejnë këto bariera, natyrisht në përmes krijimit të narrativave të reja. Dhe këto narrativa të krijohen në përmes ambienteve ku kumbon zëri i tyre, në përmes institucionalizimit të dijes, do me thonë në përmes universiteteve, në përmes instituteve që do të krijohen, në përmes medjave që do të duhej të ishin edhe shkolla edukativo-arsimore për te i të qenurit, qerdhe apo ambiente nga ku fitojnë fillimisht materialisht pronarët dhe punëtorët që punojnë në ato ambiente mediatike. E natyrisht, e domosdo, sidomos në përmes ndikimit në politik. Përgjegjësia historike e intelektualëve tanë është ky që janë në politik, apo ngritja e zërit sa më fuqishëm që ka ardhur momenti i nevojshëm, i patjetërsueshëm i pjesëmarrjes intelektuale në të gjitha porët e jetës tek ne, e fillimisht e sidomos në rrafshet politike. Sepse kur intelektualet ndërhyjnë në politik, aty mund të formësojnë politika të tjera publike, të bazuara në dije dhe natyrisht do të jenë shumë më të dobishme për qytetarët e këtij vendi. Këto të cilat po i them, nuk janë zbulime të mijat, apo dëshira të mijat personale, sepse tek e fundit, përveç përgjegjësisë që ndjej ta jap kontributin me dije modeste dhe përvojë modeste që e kam, as një ambicie tjetër nuk e kam më në këtë shoqëri. Por, këto që i tham prap, nuk janë ato që burojnë nga unë dhe që po i zbuloj unë, por janë lexime të historive të ndryshme, të popujve të ndryshëm që kanë vepruar, jetuar, ndërtuar jetët e tyre në për periudha të ndryshme të historisë. Tazami miq, epoka e ilimonizmit bëhet e tillë, bëhet frymëzuese për gjithë historinë në çdo cep të botës, fal figurave të mençura intelektuale, filozofëve dhe njerëzve me përvojë, Tazami, Immanuel Kanti, apo Voltaire, apo Goethe, apo shumë të tjerë, të cilët me aktivizimin e tyre në jetën shoqërore dhe me pjesëmarrjen e disa prej tyre, pjesëmarrjen aktive në politikat e vendeve të tyre, sjellin një revolucion intelektual që çoi në lindjen e shteteve të fuqishme, moderne, në forcimin e demokracive dhe në respektimin e të drejtave të njerëzit, në përgjithësi në krijimin e shoqërive të cilat sot ne i lavdrojmë, i dëshirojmë dhe i admirojmë kur jemi zgjuar dhe kur jemi duke ndruar. Në anën tjetër, përveç ilimonizmit në Evropë, e shikojmë Amerikën. Unë e di se krahasimi ndoshta do të ishte jo proporcional Kosova, shoqëria kosovare me atë amerikane, por si shembull nga të cilët duhet të mësojmë, sepse tek e fundit historia do të jetë një mësuese, duke marrë mësime nga e kaluara, duke i përpunuar sot për ta ndërtuar të ardhmen. Dhe bazuar në këtë ligj të historisë, në këtë nevojë të këtij ligji të historisë, themi tazam për themeluesit amerikan, si Thomas Jefferson, që ishte një intelektual par excellence, që përkthen dhe shpjegon filozofinë politike, që e reformon krahas nevojave
sipas nevojave institucionale të shtetit të Amerikës. Dhe pikërisht ky Thomas Jefferson i ofron dhe i fton intelektualet Amerikan brenda, ata të cilët po vepronin jashtë dhe të tjerë që nuk ishin Amerikan, i krijon institutet e veta kërkimore dhe i vendos themelet e asaj Amerike, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të kësaj siç e njohim sot. Shkojmë në anën tjetër të botës, Japonia, elitat intelektuale japoneze, duke e përthith dijen perëndimore, përvojën amerikane dhe përvojën evropiane, shumë herë duke marrë mësim nga e kaluara e ndryshme islame, duke i adaptuar të gjitha këto në kontekstin vendas, e transformojnë Japonin në një fuqi moderne që as nuk mund të imagjinohej pas luftës së dytë botërore, sepse Japonia thuajse ishte bërë rrafsh me tokë. Pra, jo vetëm klasat politike, jo vetëm partit politike të këtyre vendeve, por ato së bashku të konsultuara dhe bashkëvepruara me elitat intelektuale të vendeve të tyre i kanë sjell ato vende në pozicione të cilat sot aq shumë i admirojmë. Kthyer më pak më herët në histori, bota islame dikur, që kishte një trashëgimi të pasur intelektuale, me figura të ndryshme, si Farabiu, Ibn Sina, Ibn Khalduni dhe shumë të tjerë, të cilët krahas punëve të tyre akademike, shkrimeve, pjesëmarrjen e tyre në jetën sociale, nuk përtuan, por as nuk ndaluan që të jenë aktiv edhe në jetën politike të kohëve në të cilën kanë jetuar. Kanë ndikuar pra, jo vetëm në botën islame këta njerëz më pastaj, por edhe në zhvillimin e mendimit perëndimor, të cilët e përmenda mbram në live dhe në një video para saj. Këto të cilat po i spjegojnë në vija të trasha sot, do t'i trajtojmë sonte, pasi ta postoj këtë video me izën e Zotit, në videon e radhës që do ta bëjmë diku, aty ka ora 22 live, për ta trajtuar këtë problem dhe për të dëgjuar mendimin tuaj se a thua, çfarë shpresoni, çfarë mendoni dhe çfarë do të ishte ideja juaj për ta ndryshuar status quo-n e vendit ton dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Historia, me që po përmendi momente nga vendet të ndryshme, nuk i kujton popujt që janë përqendruar vetëm në akte politike, që kanë pas shumë politikan, por i kujton, i admiron, i promovon në faqet e saj, ata që kanë pasur mendim të lirë dhe të guximshëm. Ata popuj të cilat kanë bashkërenditur bashkëpunimin midis klasave intelektuale dhe klasave politike të kohës kur kanë jetuar. Nëse elita intelektuale hesht, historia flet ashpër, por zakonisht flet më vonë se çka që ndash të flas. Sepse fati i një kombi nuk vendoset në parlamente miq, por vendoset në mendjet e atyre që guxojnë të mendojnë lirshëm dhe si intelektual që janë, bashkëveprojnë me politikën dhe ashtu se ndërtojnë shoqëritë dhe shtetet e tyre.
të kthehem sërish tek rasti jonë, shqiptar. Në kontekstin shqiptar, shihet qartë pe aeroplani një paradoks i çuditshëm. Ekziston një potencial i konsiderueshëm intelektual, por mungon angazhimi i tij në jetën publike dhe politike. Shkaqet e kësaj mungese, të kësaj shtrese, të këtij potenciali të konsiderueshëm intelektual, unë mund t'i numëroj disa nga këto shkaqe. 1. Politizimi i skajshëm i shoqërisë, që është tipari kryesor i neve shqiptare e në veçanti tek ne në Kosovë. Është e dyta, marginalizimi i mendimit kritik. Ti nuk guxon me kritiku lirshëm, sepse linçohesh në mënyrat më të poshtra të mundshme, nga militantët të cilët i krijojnë, të cilët i mbështesin dhe i frymëzojnë të gjitha partitë politike në Kosovë. Një arsye tjetër, shkak tjetër është edhe dominimi i mediokritetit në për institucionet të vendeve tona dhe natyrisht më e keqja emigrimi i të rurit të njerëzve tonë jashtë Kosovës dhe Shqipërisë. Kjo e fundit, s'do mend se është rezultat i gjendjes së rëndë, mos ta quaj të mjerueshme, të cilën e ka sjell pikërisht elita politike, ta quaj elitë politike, e cila në asnjë mënyrë nuk ka lejuar që intelektualet të ofrohen dhe të japin kontributin e tyre. Ose nëse kanë pa përpjekje të këtyre që të ofrohen, janë hedh në skaje të jetës shoqërore. I kanë ngurtësuar jashtë proceseve politike për të vepruar pastaj. Partitë politike, liderët e tyre, njerëzit e tyre, të ndihmuar edhe nga mediat e tyre të pavarura nga ndikimi intelektual i shqiptarëve të këtij vendi. Partitë politike, miq, shumë herë ngulfasin hapësirat për intelektualët e pavarur, të cilët vetëm pse janë intelektual dhe që kanë zjarr intelektualizmin në shpirtat e tyre, dëshirojnë ta japin kontributin e tyre. Dhe në vend të kësaj mediokracie, që të vlerësohet kapaciteti, përvoja, dija e intelektualve, më pastaj dominojnë lojalitetet partijake. Vend pune ze vetëm nëse je lojal nga njerëzit e partisë, nga udhëheqësit e saj, nga liderët e këtyre partive, apo nëse shërben për shumëzimin, rritjen, vjedhjen dhe votave dhe vjedhjen e votave për partitë e ndryshme. Kjo ka krijuar natyrisht një hendek midis dijes që duhej të ishte pjesëmarrëse në proceset politike dhe vendimmarrjes në të shumtën e herëve e gabueshme politike. Mungesa e rolit aktiv miq të këtyre intelektualve prodhon pasoja të thella, të rënda dhe afatgjata. Diskursi ose degradimi i diskursit publik rrjedh, apo më mirë të thëmë, reduktohet më pastaj në retorika populiste dhe emocionale,
pa orientime intelektuale, që përhapen jo vetëm në institucione të cilat i bëjnë të paqëndrueshme, por bëhen fryma kryesore, zëri më i fuqishëm në mediat tona, të cilat janë shndruar në promotore të krahëve të ndryshëm politik, pa përfillur fare nevojën qytetare, por që qytetarët të shndrohen si që janë shndruar në numra të cilët sjellin vjusa dhe përfitime mediatike materiale për këto media të cilat ju shërbejnë aq fuqishëm dhe aq qorrazi partive politike natyrisht të hedhura me njanë elitat intelektuale që do të mund të vepronin dhe kontribonin aq shumë edhe në këto ambiente. Shoqëria miq mbetet në cikle të krizave, pa një projekt afatgjat zhvillimi, atëherë kur mungon vizioni strategjik i klasës intelektuale në një shoqëri. Klasa politike, e cila nuk ka kundërpesh intelektuale, ose ndërvepruse, ose të ballafaqoar ball për ball, gjithmonë përfundon të klientelizmi dhe të korrupsioni. Sepse klientelizmin e zhvillojnë turmat e njerëzve, apo turmat e njerëzve shndrohen në klientelizëm atëherë kur politika lirohet nga ndikimi i elitave intelektuale. Në rastet të këtilla, siç ka ndodhur tek ne, bie besimi qytetar, dobësohet kohezioni shoqëror, përhapen fragmentizma në përmasa lirisht thuaj edhe armiqësore, ndërmjet grupeve politike, të cilat janë prodhim i partive politike, e këto parti politike të udhëhequra nga këta lider, të cilat i kanë sot këto parti, e kanë sjell situatën në gjendjen e mjerueshme, sidomos politike të Kosovës dhe andej të Shqipërisë, e mesa po shihet edhe Maqedonia është duke shkuar në të njëjtin trag të Shqipërisë dhe Kosovës, nëse jo më shumë. Elitat intelektuale, o shqiptar, janë dhe duhet të mbeten motori i padukshëm i historisë të një kombi. Ato nuk janë thjesht vetëm prodhuese të dijes, por janë arkitekte të realiteteve të reja që duhet të krijohen. Kur ato angazhohen, shoqërit përparojnë, e kur ato heshten apo struken në përqoshe të jetës, shoqërit stagnojnë, siç po stagnon ditë e më shumë shoqëria shqiptare. Rasti shqiptar, e që neve na intereson, paraqet një sfidë të dyfisht në rastin konkret. Nevojën për rigjallërimin dhe riaktivizimin e intelektualëve tanë dhe natyrisht për integrimin e tyre sidomos në jetën politike. Pa këtë ndërveprim, çdo projekt politik që mund të prezantohet tek ne mbetet i cunguar dhe çdo reform që propozohet, reklamohet, thuhet se do të bëhet e paralizueshme, në rastin më të lehtë e pa qëndrueshme. Historia na mëson një të vërtet ndoshta e thjesht për të thënë, por shumë e fuqishme në përmbajtje. Dhe ajo është mesavion. Shoqëritë që respektojnë
dhe angazhojnë elitat e tyre intelektuale, ndërtojnë të ardhmen e tyre të shëndosh, ndërsa ato që i ignorojnë elitat intelektuale mbeten peng i së kaluarës dhe peng i partive dhe liderve të partive të kohës. Politika pa intelektual prodhon pushtet, por jo shtet dhe shoqëri të konsoliduar. Kur partit i friksohen mendimit kritik, ato nuk gjejnë bashkëpunëtor, por kërkojnë duar trokitës, kërkojnë njerëz që ja bojnë çantat liderëve politik, kërkojnë njerëz të cilët bëhen lojal deri në përmasa patologjike. E për fat të keq, në Kosovë nuk mungojnë këta. Siç nuk mungojnë partit, por mungon ndërgjegja intelektuale që ti udhëheq ato. Kritikët ndaj politikës, kritikët ndaj elitës, kritikët ndaj jetës në përgjithësi, në shoqërinë tonë bëhen njerëzit më të targetuar. Andaj kam thënë edhe më para se një shoqëri ndryshon në të mirë kur intelektualet dalin nga librat dhe hyjnë në jetën e përditshme reale. Ne këto nuk kemi nevojë për shpëtimtar politik, siç e dëgjojmë her ky shpëtimtar e her ky shpëtimtar, e her pa këtë do të falimendon të Kosova, e her pa atë do të zhdukej Kosova. Por, para së gjithash, kemi nevojë për një mendje që ndërton institucionet të qëndrueshme. Elita e vërtet nuk kërkon pushtet, por e orienton pushtetin, e orienton klasën politike andej ku dohet të shkohet. Pak më lart thash se kemi ne intelektual. Plot institucione, universitete, përveç instituteve për të cilat atë shumë e kam ngritë zanin, atë shumë kam kërkuar nga qeveria e Kosovës që të themeloj sa më shumë institute, që të merr model nga shtetet të cilat kanë arrit t'i çojnë akullnajat e jetës së tyre edhe në momentet më të vështira. Vendet perëndimore, le të mirët edhe Turqia si shembull. Qeveritë e fundit të Turqisë kam paguar, mos të them kështu simbolikisht, me ari njerëzit intelektualet turq të cilët kanë jetuar në Shebana për Evropë dhe të shpërndar në për botë. I kanë sjellë në Ankara, në qytetet e Turqisë, ju kanë krijuar hapësira dhe institute aty ta japin kontributin e tyre. I pys liderët e partive politike tek ne, pa asnjë dallim, prej të parit deri sot i fundit. Cilin nga ju, o zotrin, ka ftuar, apo ka përgadit infrastrukturën e nevojshme, që nuk ka shumë e kushtueshme, për t'i thirr, për t'i pru njerëzit, kokat intelektuale shqiptare që veprojnë në përbot. Mos e konsideroni ju, ndoshta, sukses tuajin, kur shkruhet në për media dhe ju flisni në për media se po kthehet truni, se po kthehen mjekët e inxhinierët e njerëzit e dijes, jo, ata kthehen për shkak të interesave të tyre. Janë krijuar disa kushte më mirë se më parë. Por ju, partit politike, njerëzit e politikës së këtij vendi, a i keni ftuar me emën dhe me mbjemën? A i keni marrë në konsiderat edhe ata të cilët janë këtu, të gatshëm për me dhënë kontributin e tyre? Apo të gjithë ju,
pa asnjë dalim. I keni mbyll dyert para tyre dhe i keni hapur vetëm për njerëzit lojal, militantët tuaj, bashkëthemeluesit e partive tuaja, dhe i keni shndruar ato parti si ambiente familjare, dhe nga ndej edhe institucionet shtetnore i keni shndruar në ambiente, vish kur s'keni mujt të akomodoni familjarët dhe bashkëpartijakët e tyre. E kundërta që do të duhej të vepronin klasa politike në Kosovë. Kam pas shpresën e madhe, dhe kjo shpresë më mban ende, se viteve të fundit do të pësohen ndryshime të nevojshme në shoqërinë tonë. Krahas sukseseve, disa sukseseve në rrafshet të caktuara, sidomos në siguri, për fat të keq, edhe ky trendi i fundit i tanishëm, i qeverisë së tanishme, dhe para 4-5 vjet e këndej, asgjë nuk ka bë në lidhje me tërheqjen, ftesën, ofrimin e kushteve për intelektualët, për klasën intelektuale që gjendet këtu dhe për atë që është jashtë dhe të ftohet për të kontribuar në vendin tonë. Zhgënjime e zhgënjime, jo nga unë, por nga njerëz të tërë, të cilët kanë besuar dhe vazhdojnë të besojnë se megjithatë do të realizohen ato thirrje, ato lavdata, ato propaganda politike për ndryshimet e duhura në politikën dhe jetën shoqërore të këtij vendi. Unë mendoj se, për fund të kësaj video, elita tek ne ka filluar të rënohet me njëherë pas luftës. Ne e çliruam vendin, po dikush me pushk, dikush me fjalë, dikush me logjistik, dikush me komand, dikush i komanduar. Megjithatë, shikoni partitë politike, ku kanë qenë dhe ku janë. Shikojeni LDK-n, në të cilën vlonte zëri akademik, vlonte intelektualizma shqiptare, dhe jo rasisht është quajtur Lëvizja Demokratike e Kosovës, e themeluar në vitin 1989, nëse nuk gaboj. Aty kanë marrë frymë dhe kanë frymzuar njerëz të ditur, akademik e profesor të ndryshëm. Shiqoni ajo frymë, ajo LDK ku ka rënë tani. Shiqoni PDK-n, shiqoni AK-n, shiqoni vetëvendosjen, cila nga këto parti ka arrit që në gjion e tyre të përfshi njerëz të përvojës, njerëz që po i quaj elita intelektuale, me shumë pak dallime. I shohim zëdhënësit e këtyre partive, ata që dërgohen nga këto parti në për mediat të tyre, nuk dërgohen njerëz intelektual, nuk dërgohen njerëz akademik, profesor nëse kanë në mesin e tyre, por dërgohen ata që janë sa më llafazan, që din të bindin qytetarin, të mashtrojnë qytetarin, se ata kinse janë më të mirët. Shqiptarët sot, si rrallë herë më parë, e sidomos sot, para këtyre momenteve historike, kanë nevojë për kyçjen e elitës intelektuale, sidomos në rrjedhat politike. Në anën tjetër, miq, lej partit të cilat i kanë mbyll hermetikisht zërat intelektual dhe nuk i lejojnë të tjerët të interferojnë dhe të kontribojnë nga jashtë. Shiqoja Akademinë e Shkencave të Kosovës.
ndonjë deklarat her, ndonjë qasje politike her, edhe ato për t'i dhënë krah, për t'i dhënë mbështetjen ndonjë krahu politik. Krahasoje Akademinë e Shkencave të Kosovës me akademitë e vendeve, mos shko më larg, në rajonin e Ballkanit. Shiqoje Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe krahasoj me Akademitë e Shkencave të rajonit, në punën e tyre produktive, në dhënien e ideve, të platformave, të misioneve dhe të vizioneve që do t'i shërbenin politikave ditore, politikave qeveritare. Shiqoj resurset e tjera, edhe jo vetëm politike, është ngurtësuar dhe është mbyllur thuajse hermetikisht vullneti dhe më pastaj fizikumi i elitave intelektuale që të jenë pjesëmarrëse në rrjedhat shoqërore. Njerëzit e kanë humbur vullnetin për të lexuar, e kanë humbur vullnetin që të jenë insistues për të kontribuar këto, e kanë humbur vullnetin jo që të ftohen dhe të vinë, por edhe të qëndrojnë në vendin tonë këto, sepse e shohin se ambientet të cilat i ka krijuar kjo klasë politike është ngulfatër edhe për fëmijët e tyre dhe për gjeneratat që vinë. Prandaj, ilaçi më i miri, mos të them i vetmi, i kapërcimit të gjendjes së tanishme, është bashkëpunimi i domosdoshëm dhe me patjetër i domosdoshëm i elitave intelektuale dhe klasës politike ndër shqiptarët. I bëj thirrje liderëve të partive politike në Kosovë, sikur edhe në Shqipëri, sikur edhe në Maqedoni, sikur edhe në Maltëzi, në gjithë hapësirën shqiptare, që t'ua hapin dyert intelektualëve të këtij vendi, që t'u krijojnë kushte të përshtatshme për aktivizimin e tyre intelektualës shqiptar që janë të shpërndar dhe të shkapërderdhur në gjithë botën, që të ftohen ata, që të krijohen institute për të dhënë mendimin, përvojën dhe kontributin e tyre. I bëj thirrje gjithashtu të mos i mbyllin dyert para fytyrave, vullneteve dhe përpjekjeve të intelektualëve për të dhënë kontributin në vendin tonë, në Shqipëri, Maltëzi, Maqedoni e natyrisht edhe në Kosovë. Në të kundërtën, edhe sikur një parti politike tek ne në Kosovë ti fitonte 100 ulset në parlament, kurrën e kurrës nuk do të mund të realizonte atë që mund të realizonte në bashkëpunim me elitat intelektuale. Bashkëveprimi i tyre është substrati, shahdamari dhe garancia kryesore dhe e vetmja për një shtet të prosperuar dhe për një shoqëri të prosperuar siç e ndrojmë dhe siç e kemi ndruar ne shqiptarët. Natën e mirë. Shihemi në debatin live sonte, pasi të keni kohë dhe të dëgjoni këtë videon e sonte. Mirupafshim.